Nëse në kryeqytet qytetarët kanë ndezur koftorët dhe ngrohje qendrore për shkak motit të ftohtë, banorët e Bllacës u zgjuan me pamje krejtësisht ndryshe. Fillimi tetorit Bllacën e gjeti tërësisht të zbardhur nga bora. Nëse realisht ndodhemi në fillim të tetorit dhe në fillim të vjeshtës, në fshatin Bllacë atmosfera është krejtësisht ndryshe. Këtu atmosfera është sikur të jemi në dimër apo në janar, mund të themi. Temperaturat janë të ulta, ndërsa bora e ka mbuluar tërë fshatin. Për banorët e Bllacës, bora ishte befasi. Edhe ko u gabon si mas njerëzve. Ta është ju gabon ftof në zeft. Nuk dihet kur bje borë, kur bje shi, kur o pranver, kur o verë. Si mas njerëzve. Ne nuk kena mësu, unë se moj men kja kur s'ka ndodhë. Mujnë tetorit, me rod që ka qbora. Ja, kur. Ndoshta është mirësi e Zotit. Çdo gjë çka vjen pi Zotit, pritet mirë, se pi Zotit këqia zin. Zoti krejt e ban. Edhe në verë e ban. E ban bora? Po, verën e ban dhimon. A ka pas më herët në Bllacë që shë bore? Që është thonë që këtë kohë, jo. Po, në pranë verë, po, a në vjeshtë... Do më thonë si jeni mësu që shtu borë me pasë në vjeshtë, në fillim vjeshtës. Ja. Përpos Bllacës, borë kishte edhe në pjesët e tjera malore të Shkupit, sikurse në Vodno, malin e zi të Shkupit, por edhe pjesën e Karadakut. Nga nesër pritet rritje graduale temperaturave që javën tjetër ato të arrin deri në 20 gradë Celsius.